Në Kosovë ka pasur një presion të madh për etnik Brutin, pasi ky i fundit zgjodhi që të ishte pjesë e Shqipërisë. Bruti ka qenë pjesë e Kosovës U21, por pas zgjedhjes së tij për të veshur kuqezi, trajnerët dhe opinionistët në Kosovë e kanë kryqëzuar lojtarin e Malishevës, si të ishte duke bërë gabimin më të madh të jetës së tij. Një situatë të rëndësishme e çuditshme kjo, ndërsa Dardanët reaguan menjëherë me mbrojtësit e Prishtinës, Gallapenin, duke i ndryshuar mendjen, pasi edhe ky futbollist do të vishej kuqezi. I ftuar në ATV ishte kreu i Federatës Kosovare të Futbollit, Agim Ademi. Numri 1 i Kosovës ka shprehur raport pa kënaqësinë me mënyrën se si Shqipëria po vepron për të marrë lojtarët shqiptar të Kosovës në kombëtare. Madje Ademi nuk nguroi të shprehej se për të nuk kishte asnjë lloj problemi që vëllai i Arber Zenelit, Besfort Zeneli, zgjodhi që të luante për Suedin, por problemi i tij kryesor dhe i vetëm ishte se si etnik Bruti shkoi te Shqipëria. Në këtë mënyrë, Ademi mbështeti idenë se lojtarët duhet të luajnë atje ku rriten dhe zhvillohen, megjithse Besfort Zeneli nuk shkoi te Kosova, pasi pa trajtimin të padrejtë që FFK-ja i bëri vllait të tij, Arber Zenelit. Lojtarët e Kosovës janë arsyeja sepse Shqipëria me rezultate pozitive. Edhe kombëtarja e femrave të Shqipërisë u krijua me vajza nga Kosova, kur ne nuk kemi qenë të pranuar në UEFA e FIFA, mezi prisnim që të shkonim në Shqipëri. Besfort Zeneli e ka pasur ëndër që të luante te Suedia dhe është rritur në Suedi. Çfarë mund t'i themi ne atij? Ai është rritur atje. Më vjen keq që lojtarët që zhvillohen këtu, si në rastin e Brutit, na ikin, si ka qenë rasti i Erdan Ismailit, i cili nga U21 na iku në Shqipëri. Bruti na iku te Shqipëria pas një paralajmërim. Bruti të paktën duhet të pranojë se po ikën te Shqipëria për interes. Shqipëria mund të marrë lojtar nga kudo, por jo lojtar që i kemi ftuar ne, sepse po i rrisim ne dhe po i zhvillojmë ne, dhe tani ata gjenden gati. Fanella e Kosovës është shpesh e rëndë. Çfarë shembulli po jep Bruti kështu? Një lojtar i lindur dhe i rritur në Kosovë, ndërsa familjet tona që emigrojnë jashtë i edukojnë fëmijët duke thënë se rënjët i ka në Kosovë, se origjinën e ka në Kosovë, tha Agim Ademi. Gjithashtu gazetari ka pyetur Agim Ademin nëse ekziston mundësia për ta penguar një lojtar që të shkojë në një kombëtare tjetër, ndërsa Ademi u shpreh se kanë tentuar në disa raste, por i vetmi rezultat që merr nga gjitha kjo është vonesa e procedurave që do t'i japësh lojtarit, por nuk mund ta bllokosh dot përfundimisht atë dhe zgjedhjen e tij.